Do të vazhdojnë gjatë stinës së verës. Në këtë pjesë të dytë të emisionit të nderuar shikues, siç paralajmërova në hyrje, do të flasim për inteligjencën artificiale. Do të flasim në fakt, kemi parë që është përfshirë në çdo fushë, në çdo profesion, por sot do të specifikohemi në një gjë. Do të flasim për rolin e humanoidëve të krijuar pikërisht nga inteligjenca artificiale dhe ndikimin që ata do të kenë në të ardhmen. Kemi parë një dalje të fundit edhe të Melanie Trump, gruas presidentit amerikan Donald Trump, që del në një dalje publike me një robot, me një humanoid. Cili është ndikimi i tyre? Do ta arrin ta themi kopjojnë mjaftueshëm ose siç duhet njeriu, sa do të jenë të zhvilluar edhe në aspektin empatik, sepse gjithmonë kur bëjmë krahasimin me një robot, ne gjithmonë themi që ne si njerëz kemi përparësi, sepse ne kemi emocion, kemi ndjenja që nuk mund të na i zëvendësoj askush tjetër. Si do të shkojnë ecuria e zhvillimit të inteligjencës artificiale dhe humanoidëve, do ta diskutojmë në vazhdim. Kam kënaqësinë që me mua në studio është inxhinieri i biomjekësor dhe njohuesi i inteligjencës artificiale, Ermand Mertenika. Mirë se erdhët. Përshëndetje dhe kënaqësi që jam pranë jush në RTV Dukagjini për këtë tematika shumë interesante. Faktikisht zhvillimi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale është bërë pjesë e jona. Ne po jetojmë vazhdimisht për çdo pyetje apo informacion të caktuar që ne kërkojmë të marrim apo të njihemi me diçka etj. Patjetër ne shkojmë direkt tek ajo që ne i themi ChatGPT-ja ose platformat online. Ajo që unë desha të përmend, dakord se duket burimi informacione më të ndryshme që po pushtojnë globalisht dhe është bërë kryefjalë globale edhe në mediat international, duket sikur pikërisht pra këto çuditbërësit Elon Musk, përfshirë Bill Gatesin e Jezusin, janë bërë këto shokët e Trumpit, domethënë që po krijojnë, se po e them për batut, ky trekëndsh i bermudeve i teknologjisë që vazhdimisht krijojnë domethënë inovacione të ndryshme që janë bërë pjesë edhe globale. Për shembull, çfarë ndodh? Inteligjenca artificiale është instrument shumë i rëndësishëm që ne e përdorim për qëllimet tona, për punët tona, po na ndihmon më së miri, domethënë, që të zgjidhim problematikat sa më shpejt. E di çfarë ndodh, unë po them pak për batut Gjeneta, sa herë që çohemi mëngjes direkt ai telefoni, shikojmë një lajm për shembull të Jeff Bezosit që do na çojë me kapsula kozmike në hapësirë, apo Elon Musku në anën tjetër fatmirësisht që është bërë trilioneri i parë, domethënë. Ja, ky ka qenë lajmi që mua më ka befasuar këtë teknologjisë, unë është shumë e vërtetë. Pioneri i teknologjisë Elon Musku, domethënë unë jam fan shumë i madh, sepse çdo inovacion që po bën e përfshin këtu te Bill Gatesin, por ekzistojnë disa lajme që nxjerrin, domethënë që duket pak si të paradoks. Për shembull, ato na zëvendësojnë inteligjencë artificiale, ose Jeff Bezos e ka deklaruar që në Amazon, në korporatën Amazon gjysma do zëvendësohen, domethënë me sisteme humanoide robotike, gjysma punojësve, po tjerët ku do shkojnë. Pra duket ky zhvillim masiv i teknologjisë ne po na bën, domethënë po ndikon pozitivisht në zhvillim, por në anën tjetër ka edhe disa riskje. Sepse duket, është ajo pyetje që ne themi apo na zëvendëson inteligjenca artificiale. Është diçka për shembull, unë po marr tash ose unë po domethënë për ta demonstruar truri natyral dhe truri elektronik. Pra ne i themi inteligjenca natyrale dhe inteligjenca artificiale, një mikrokontroller. Ne krijojmë inteligjencën artificiale, që do të thotë ne duhet të dimë ta menaxhojmë më së miri inteligjencën artificiale që mos na kthehet në bumerang, sepse ne nëse e keq përdorim, inteligjenca artificiale do na kthehet kundër. Si e them për shembull, dhe çfarë side effect është, si mund të kthehet kundër apo bumerang? Përdorimi i tepër inteligjencës artificiale mund të na bëjë dembel, që do thotë që nuk e vrasim mendjen fare për problematika. Studentët për shembull apo dhe profesionistë të ndryshëm apo dhe në gjimnaz, për shembull fjala vjen kur kemi qenë para shumë vitesh, para 20 vitesh për të zgjidhur një ekuacion matematikor në lodheshim gjysmore apo dhe më shumë, sot me anë të ChatGPT-s ti mjafton të fotografon pikërisht për një ekuacion të vështirë fizike apo matematike dhe të nxjerr step by step rezultatin për pak sekonda, që do të thotë që po na ndihmon në punët tona, por në një anë pikërisht pra po ndikon në rritjen e shkallës e dembelizmit, po na bën shumë dembel. Është bërë pjesë e jona, unë për shembull në aspektin profesional, si në botën e IT-s apo dhe në botën e bioteknologjisë e përdor më së miri, në koncepte të ndryshme, zgjidh punë shumë shpejt.
Por që ideja është edhe kjo, në aspektin shëndetësor. Shikojmë fëmijë sot për shembull në moshën 2 vjeç, 3 vjeç që marrin telefonin dhe u bëjnë scroll, duke pas parasysh që edhe telefoni ka ndriçimin, shkakton probleme mjekësore si në cervikal, në posturën e shtyllës kurrizore, duke qëndruar gjithkohë në këtë formë, dhe probleme oftalmologjike optike që mund të shfaqet pikërisht sëmundja e miopisë, pa mundësia për të parë në distancë dhe prezenca e syzeve. Një tjetër gjë, introvertizmi, që do thotë inteligjenca artificiale dhe bota teknologjisë, po flasim për telefonin, për shembull tabletin që është pjesë e jona, duket sikur është bërë shoku im më i ngushtë. Domethënë Ermandi tashmë ka një shok të ngushtë inteligjencë artificiale, që do thotë ne po e sfumojmë konceptin e shoqërisë bukur që kemi pas para 20 vjetësh, para 15 vjetësh, atë harmoninë, domethënë për të zgjidhur probleme bashkarisht. Jemi bërë sot domethënë pronë e teknologjisë, pronë e digitalizimit, që 90% e rasteve unë e përmenda po ndikon pozitivisht në rritjen e produktivitetit dhe ka dhe side efekte. Çfarë ndodh inteligjenca artificiale dhe aplikimi në botën e biznesit dhe në ekonomi? Sepse unë dua të kaloj pastaj tek ajo që është maksimumi i inteligjencës artificiale që ka krijuar robotët prototip njerëj që janë humanoidët. Inteligjenca artificiale në ekonomi po rrit produktivitetin, po rrit pikërisht pra, si mund të themi, shitjet. Pra në botën e marketingut digital. Sot jetojmë pikërisht pra në një botë marketingu që nuk ka qenë para 10 vjetësh. Për të bërë, domethënë, ka aplikacione që krijojnë video të ndryshme, imagjino foto apo video që nuk janë reale, por që në atë video duken pikërisht pra sikur janë shumë reale. Pra është një boom masiv i marketingut digital që të reklamoj produktin, që të bëj të krijoj, domethënë të tentoj të na imitoj jetën reale. Por sigurisht ne me anë të syrit tonë kuptojmë që nuk është diçka reale ajo që krijohet me inteligjencë artificiale. Tjetër gjë në sektorin shëndetësor, sot shëndetësia, domethënë bota mjekësore, po pëson një revolucion shumë të madh, që do të thotë zhvillimi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, i softwareve, hardwareve, i aplikacioneve të ndryshëm, po rrit pikërisht pra moshën mesatare të jetës, sepse kemi të bëjmë me aplikimin e ai në industrinë mjekësore dhe në farmakologji ose farmaceutik. Mosha mesatare është rritur, sot diagnostika është më e saktë, kirurgjit me sisteme robotike sot po bëjnë deri diku çuditëra sepse janë shumë rezultative. Pra në aspektin mjekësor ka zhvillim. Një tjetër gjë, mund ta përmendim pikërisht pa inteligjencën artificiale dhe në administratën shtetërore apo në qeveri, ku do thotë rritet shpejtësia e proceseve, edhe eliminimi dhe evitimi i kohës së pritjes. Për shembull, për një dokument caktuar mjafton aplikon në një aplikacion apo online dhe më pas të vjen dokumenti për një kohë shumë të shkurtër. Pra inteligjenca artificiale në këtë anë ul edhe koston e kohës, rrit produktivitetin. Në biznes masivisht, për shembull në industritë e automobilave, në industritë e prodhimit të elektronikës, para shumë vitesh, për shembull le të marrim industrinë e automobilave. Para shumë vitesh këto kompani apo korporata kishin një staf shumë të madh punojësish. Dhe produktiviteti flasim për shembull para 20 vitesh. Dhe produktiviteti mujor ishte i ulët, për shembull 20-30 automobila. Sot në korporatat e mëdha globale kemi një staf shumë të vogël punojësish, të cilët janë individët apo subjektet që janë overqualified people, ose ato që janë well trained, të kualifikuarit shumë mirë, kurse pjesën tjetër e bën sistemi robotik, produktiviteti mujor shkon në 5.000, 6.000 apo dhe më shumë automobila. Pra shikojmë këtë lloj krahasimi. Domethënë, ne kur kemi qenë, se po e kaloj pak edhe në një farë mënyrë pak personale, ne kur kemi qenë në gjimnaz para 15 vjetësh, para 20 vjetësh, ne nuk njihshim as telefonat. Kurse sot, domethënë, sot na duken ato fëmijët ose ky gjenerata re na duket shumë e pakrahasueshme. Fëmijët sot përdorin inteligjencën artificiale edhe për kryerjen e detyrave, për gjëra tjera. Sigurisht, aq e bukur afare që 1 vjeç edhe 2 vjeç Xheneta me telefona në përduar janë shumë të zgjuar. Pra ne nuk mund ta krahasojmë domethënë rinin ton, fëmirin ton me këto që janë sot. Por ky brez tjetër që po përdoret, që është pjesë tashmë po bashkëjeton me teknologjinë, është një brez pak më dembel, që do thotë i gjen gjërat gati me anë teknologjisë. I gjen, domethënë, ne për shembull në botën e IT-s për të krijuar ne në fushën e teknologjisë një infrastrukturë rrjeti kompjuterik, apo për të krijuar një website, platformat online etj, apo edhe për të bërë fotomontazhe apo videomontazhe, ekzistojnë disa software para 15 vjetësh apo 20 vjetësh që doshin shumë kohë që ta krijoje. Sot me anë të aplikacioneve për pak sekonda nxjerr një diçka çuditëbërse që dikur ne nuk e bënim.
Ajo që unë faktikisht desha të prekja, që është edhe kryefjalë globale, është humanoidët, sepse teknologjia dhe inteligjenca artificiale është zhvilluar masivisht duke përfshirë dhe robotikën. Sot, do me thënë, kompanitë të mëdha të robotikës po krijojnë sisteme robotike, përfshirë kompaninë Tesla, që është diversifikuar Elon Musku edhe me krijimin e robotëve humanoid, robot prototip njeri të ngjashëm, që do thot pikërisht pra po të shikosh një sistem robotik që të vjen të ndihmon për punë të shtëpisë, sepse që edhe një sistem robotik tjetër para 2-3 muaj që doli u bë goxha viral, që do ndihmonte pikërisht për punë të shtëpisë. Ishte diçka interesante, por të dalë Melania Trump do më thënë shoqëruar me anë të një sistemi robotik humanoid, kjo do thot pikërisht pra që shiko se tash do kërkon të japi një mesazh. Ishte një mesazh shumë i fortë që teknologjia është bërë pjesë e jona, madje ka qenë edhe kjo që është ky mesazh besoj që është edhe direkt dhe indirekt mund ta them, që Shtetet Bashkuara të Amerikës sot janë potenciali më i madh i teknologjisë. Zemra e teknologjisë Silicon Valley, aty ku krijohet depi i teknologjisë, aty ku krijohet inovacioni. Ajo që mua më bën përshtypje Xheneta është fakti që ne para shumë kohësh mendoj që starti ose fillimi ka qenë nga Hollywoodi, industria e filmave dhe kinematografisë amerikane, që shpesh e krijonin filma pak sa fantastiko-shkencor dhe duket sikur në Hollywood i ideuan pra producentët shumë kreativ dhe në Silicon Valley u ekzekutuan. Pra çfarë u krijua shumë me çuditshme. Një film që un kam qenë për shembull i vogël, ka pas qenë ky film me Al Pacino, Simulation 1. Simon e kishte vendosur filmin, një këngëtare shumë e talentuar që bëri një publik të tërë për vete, domethënë dhe të gjithë njerëzit më pas doshin ta takonin, ndërkohë që ai ishte vetëm një kod kompjuterik, një film i ideuar nga producentët në Hollywood para 20 vitesh. Kurse sot humanoidët po bëhen, domethënë sa që po shikojmë Melania Trump apo të tjerë politikanë, të cilët bashkëshoqërohen me sisteme robotike. Maksimumi i teknologjisë sot ka shkuar ke humanoidët. Sa më shumë ideal, nuk mund të flasim për sa më shumë i ngjashëm të jetë me njeriu, aq është mesazhi më i fuqishëm i inteligjencës artificiale. Më kujtohet shumë bukur para pak kohës sistemi robotik humanoid Ameka. Një sistem robotik që u shfaq në para 2 vitesh, më duket, apo 1 vit e pak, që ishte një humanoid i shfaqur në ekspozicion në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ky sistem humanoid edhe buzëqeshte, edhe bënte mimika. Edhe pyetja është, a mund të ketë emocione inteligjencë artificiale? Shiko. Kjo është edhe pjesa që i freksojmë më shumë, sepse me këtë jemi mburur në njerëzime, që shiko se inteligjenca artificiale mund të zhvillohet, mund të kemi robot, por ata nuk na zaventësojnë dot në empati, nuk na zaventësojnë dot në emocione, por duket se me këtë ritëm që po zhvillohet inteligjenca artificiale, mund ta marrim para 20 viteve as që kemi ditur se do të ekzistonte një gjë e tillë, dhe ta marrim vetëm 20 vite nuk janë shumë. Jo, edhe për këtë zhvillim domethënë që mund ta pres sa i sofistikuar mund të jetë një robot për shembull. Është robot se ekzistojnë për shembull fjala vjen tipologji sisteme robotike që përdoren në kirurgji, sisteme robotike që përdoren në industri të ndryshme të prodhimit, sisteme robotike humanoid, të cilët mund të jenë suportiv për punë të shtëpisë, kemi dhe këto robotët ideal komercial që gjithmonë teknologjia investon për të bërë atë krahasimin me qenien e gjallë, pra me njeriu. Se kemi parë dhe qenë robot, kemi parë domethënë që por ajo që sa dhe ju shumë bukur, se unë do ta demonstroj prapë, inteligjenca natyrale ka elemente të cilët asnjëra inteligjenca artificiale ose truri elektronik nuk i zëvendëson. Është emocioni, është ndjenja, është edhe logjika organike që ne kemi. Ndërkohë që inteligjenca artificiale ka logjik artificial, logjik algoritmike, është shumë më shpejtë se ne, sepse u jep vlerën edhe vazhdon proceson, emocioni nuk e ka. Dhe po ti shikojmë këto sisteme robotike që nga mimikat që bëjmë fytyrë, imagjino, domethënë ta përkthesh në gjuhën e teknologjisë, do të thotë të marrësh qindra sensor të implementosh që një sistem robotik të bëjë mimika, sikur ka nervat facial, domethënë buzëqeshje, mimika të ndryshme, linkime të fytyrës. Pra, kësaj mund ta konsideroj si një koncept empati artificiale. Empati artificiale që i instalohet ose inkorporohet në thojza një sistemi robotik komercial humanoid, por që asnjëherë nuk do jetë si ne. Gjithmonë inteligjenca artificiale do jetë instrument i rëndësishëm që do na suportojë në punët tona, që punët t'i bëjmë më lehtë, produktiviteti të jetë madhor dhe përfitimi me të jetë më të mira, pra jemi ne ata që e krijojmë dhe asnjëherë nuk na del bumerang. Bumerang për shembull inteligjenca artificiale në rrjetet sociale.
Një shoqëri e mirë është një shoqëri që jep mesazhe pozitive. Dhe kur shikojmë për shembull individ të ndryshëm të cilët postojnë në rrjetet të ndryshme sociale video jo të këndshme që kanë koncepte bulizimi apo dhune, kjo nuk është mesazh fort i këndshëm, domethënë për një shoqëri, për të garantuar një shoqëri të mirë. Kështu që prandaj edhe TikToku u bë pak a shumë para pak kohësh një lloj problemi nga mungesa e filtrave ose cilësisë e videove që aplikon. Po shikojmë sot në Instagrami një aplikacioni mendoj që është më i mirë sot, që përdoret edhe për biznes, përdoret edhe për marketing digital, por mund përdoret pikërisht pra edhe për rrjet social. Ka elemente filtruese që do të thotë ku poston një video e cila nuk është fort e këndshme ta bllokon. Madje të heqë edhe accountin. Kurse TikToku me sa duket e shikoj që po e korrigjon pak të pjesën e të qenurit aplikacioni i hapur dhe free ku çdo kush mund të uploadojë. Domethënë gjithmonë duhet të ekzistojë një lloj rregulli ose më saktë një lloj kontrolli për të krijuar një shoqëri më të mirë. Kjo është domethënë koncepti që unë e shikoj. Domethënë, mendon që gjithmonë inteligjenca artificiale do të jetë në dobin ton për të na ndihmuar, për të na lehtësuar jetën, por jo për të na zëvendësuar. Apo pyetje shumë e çuditshme. Jo, absolutisht. Për shkak fjala vjen unë dua kjo gjithmonë diskutohet. A do të na zëvendësoj? Ja, po na zëvendëson këtu, po na zëvendëson aty, kemi robot këtu, kemi aty. Po pikërisht ja tash ne jemi të dy duke trajtuar një tematikë interesante në lidhje me teknologjinë dhe inteligjencën artificiale. Nëse ne do ishim humanoid të dy, a do ishte shumë atraktive për dëgjuesit të cilët pa pikë emocioni, domethënë dy robotë të cilët japin lajmet automatikisht në mënyrë autonome, bla 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 bla, edhe të jetë atraktive, domethënë është e pamundur sepse ne kur e japim një lajm, kur e bëjmë një diskutim tematik, e bëjmë me emocion, me ndjenjë duke kapur dhe në kurs pikërisht pra dëgjuesin që t'i japim një lloj mesazhi interesant. Një sistem robotik nuk e ka pikërisht pra atë kolorin emocional, domethënë nuk e ka atë ndjenjën, emocionin që ne e kemi tonin, domethënë unik. Kjo është ideja. Dhe ata që na ndjekin, nëse ne do ishim robot, ata që na ndjekin pa robot do ishin. Kështu që është nonsens, domethënë. Inteligjenca artificiale desha të ndaloj pak në botën e medias. Sot, domethënë, krahas të tjera se edhe bota e medias po pëson një revolucion me anë të zhvillimit të teknologjisë, kamerat robotike, kamerat të cilët regjistrojnë me kualitet shumë të lartë imazhit, broadcasti shumë i mirë, domethënë cilësia lartë e videove, po ndikon më së miri në revolucionin e medias apo dhe e televizionit. Pra, e shikojmë që inteligjenca artificiale mund të na zëvendësoj në mënyrë indirekte, që do thot pikërisht pra për ata punë të cilët janë rutinë, një sistem robotik mund ta bëjë. Ndërsa asnjëherë një punë kreative nuk mund ta zëvendësoj. Le të marrim botën në aspektin e rasteve ose rastin e graphic designerëve, ose ata të cilët eksperimentojnë me botën digjitale, grafike. Ne kemi aspektin unik që është kreativiteti. Pra, kreativitetin që mendja nuk e ka teknologjia dhe inteligjenca artificiale. Teknologjia dhe inteligjenca artificiale funksionon vetëm me anë të botës së numrave. Pra, kodet informatike 1.0, gjuha algoritmike, asnjëherë nuk do e ketë atë, siç e përmenda, intuitën, logjikën organike, kreativitetin që ne, domethënë, por një harmonizim shumë i mirë e inteligjencës artificiale me inteligjencën natyrale bën që ne të bëjmë gjëra të mëdha. Dhe të bukura. Patjetër, sigurisht. Unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishit pjesë e emisionit Rreth e Rrotullt me ndoa me ne gjitha këto informacione të rëndësishme për inteligjencën artificiale. Për mua ishte kënaqësi shumë e madhe Xheneta dhe mjaft i vlerësuar që isha pranë jush në RTV Dukagjini. Faleminderit.